Çfarë ndodh në të vërtetë kur hudhra përzihet me mjalt dhe konsumohet rregullisht? Shumë njerëz e kanë përdorur këtë kombinim prej brezash, por pak flitet për mënyrën se si përgatitet dhe çfarë efektesh mund të ketë në organizëm. Disa e quajnë sekretin e artë të kuzhinës tradicionale, ndërsa të tjerë betohen se e kanë bërë pjesë të rutinës së tyre të përditshme. Por ka një detaj që shumica e njerëzve e anashkalojnë: si ta përgatisësh siç duhet dhe kur duhet ta konsumosh. Në këtë video do të zbulojmë çfarë ndodh me hudhrën kur qëndron në mjalt, cilat janë përfitimet e mundshme, cilat janë mitet dhe mbi të gjitha, kush duhet të jetë i kujdesshëm me këtë kombinim. Qëndro deri në fund, sepse një gabim i vogël në mënyrën e përdorimit mund ta bëjë këtë recetë krejt ndryshe nga ajo që ke dëgjuar deri tani. Sekreti i hudhrës me mjalt. Ka disa kombinime që duken aq të zakonshme, saq kalojmë pranë tyre çdo ditë pa e kuptuar se sa histori fshihet pas tyre. Një prej tyre është hudhra me mjalt. Dy përbërës që pothuajse të gjithë i kemi parë në kuzhinë, por që prej brezash janë përdorur edhe në praktikat tradicionale të shumë familjeve. Ndoshta ke dëgjuar dikë të thotë: vendos disa thelpi një hudhre në mjalt dhe lëri të qëndrojnë. Por çfarë ndodh realisht gjatë kësaj kohe? A ndryshon hudhra? A ndryshon mjalti? Dhe a ka ndonjë arsye shkencore pse ky kombinim ka mbetur kaq popullor? Përgjigjja është më interesante nga sa duket. Kur hudhra pritet ose shtypet, në të zhvillohen reaksione kimike që çojnë në formimin e alicines, një përbërës sulfurik që lidhet me aromën karakteristike dhe të fortë të hudhrës së freskët. Pikërisht kjo është një nga arsyet pse hudhra është studiuar kaq shumë. Por këtu duhet të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Hudhra nuk është ilaç, dhe mjalti nuk është një kurë universale. Megjithatë, të dy ushqimet kanë përbërës natyral interesant dhe janë pjesë e një historie të gjatë të përdorimit tradicional. Mjalti, për shembull, nuk është thjesht një ëmbëlsues. Ai përmban komponime të ndryshme bioaktive dhe antioksiduese, të cilat varen nga lloji dhe origjina e mjaltit. Kur hudhra vendoset në mjalt, përbërësit e saj gradualisht përzihen me mjaltin. Në disa përgatitje, veçanërisht kur ka lagështi të mjaftueshme dhe kushtet janë të përshtatshme, mund të ndodhë edhe fermentim natyral. Dhe pikërisht këtu shumë njerëz ngatërohen. Në internet mund të dëgjosh se hudhra me mjalt pastron gjakun, shkrin yndyrën, zhduk kolesterolin ose shëron sëmundjet. Këto janë pretendime që nuk duhet t'i marrim si fakte. Një ushqim nuk mund të zëvendësojë trajtimin e përshkruar nga mjeku. Por kjo nuk do të thotë se kombinimi nuk është interesant. Përkundrazi, pyetja më e mirë është: çfarë mund të na ofrojë realisht ky kombinim si pjesë e një ushqyerje të ekuilibruar? Hudhra është lidhur në studime me efekte të mundshme në disa faktorë të shëndetit kardiovaskular, ndërsa mjalti është studiuar për vetitë e tij antioksiduese dhe përdorime të ndryshme ushqimore. Por efektet ndryshojnë nga personi në person. Dhe një tjetër gjë është shumë e rëndësishme: sasia. Sepse fakti që mjalti është natyral nuk do të thotë se mund të konsumohet pa kufi. Mjalti përmban sheqerna dhe duhet të konsiderohet si pjesë e marrjes së përgjithshme të sheqernave në dietë. Ndërsa hudhra e papërpunuar mund të shkaktojë urdhë, djegje stomaku ose shqetësime të tretjes te disa njerëz. Sidomos nëse konsumohet në sasi të mëdha ose me stomak bosh. Dhe tani vjen pyetja që ndoshta po të intereson më shumë: si përgatitet hudhra me mjalt pa bërë gabime? Sepse shumë receta që qarkullojnë në rrjet tregojnë vetëm: vendose hudhrën në kavanoz, shto mjalt dhe harroje aty. Por kjo nuk është e gjithë historia. Higjiena e kavanozit, cilësia e përbërësve, ruajtja dhe mënyra e përgatitjes janë shumë të rëndësishme. Nëse një përzierje ushqimore ndryshon në mënyrë të pazakontë, krijon erë të keqe, myk ose shenja të tjera prishjeje, nuk duhet konsumuar. Dhe ka edhe një kategori njerëzish që duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Personat që marrin disa lloje ilaçesh, veçanërisht ilaçe që ndikojnë në mpiksjen e gjakut, duhet të flasin me mjekun përpara se të konsumojnë sasi të mëdha hudhre rregullisht. Pra, sekreti nuk është se hudhra me mjalt është ndonjë ilaç i fshehtë që mjekët nuk duan ta tregojnë. Sekreti i vërtet është të kuptosh çfarë mund të bëj dhe çfarë nuk mund të bëj. Sepse sa më shumë të dim për ushqimin që konsumojmë, aq më pak biem prej premtimeve të egzageruara. Por historia sapo ka filluar. Çfarë ndodh kur hudhra qëndron në mjalt? Pas vendosjes së hudhrës në mjalt, fillon një proces që nuk duket menjëherë me sy. Në ditët e para, mjalti fillon të marrë aromën karakteristike të hudhrës. Thelpinjt gradualisht zbuten dhe lëngjet e tyre përzihen me mjaltin. Nëse përzierja ka kushtet e përshtatshme, mund të fillojë edhe fermentimi natyral. Mund të shfaqen fluska të vogla dhe aroma mund të ndryshojë. Por këtu duhet bërë një dallim shumë i rëndësishëm. Fluskat nuk janë gjithmonë shenjë prishjeje.
Në një përgatitje të fermentuar, aktiviteti mikrobial mund të prodhojë gaz. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çdo kavanoz me fluska është automatikisht i sigurt. Nëse shfaqet myk, një erë e rëndë ose e pazakont, ngjyra ndryshon në mënyrë shqetësuese, ose përzierja duket e prishur, mënyra më e sigurt është të mos konsumohet. Dhe tani vjen pjesa që shumë njerëz e anashkalojnë. Jo çdo mjalt është i njëjtë. Cilësia, përpunimi dhe origjina e mjaltit mund të ndikojnë në karakteristikat e tij. Mjalti i papërpunuar mund të ketë më shumë përbërës natyral të ruajtur sesa disa produkte shumë të përpunuara, por kjo nuk e bën automatikisht një përzierje me hudhër ilaç. Në fakt, mënyra më e mirë për ta parë këtë kombinim është si një ushqim tradicional, jo si një zëvendësim për mjekimin. Por pse njerëzit e përdorin? Një arsye është shumë e thjeshtë. Hudhra ka një aromë tepër të fortë. Për disa njerëz, konsumimi i saj i freskët është i vështirë. Mjalti e zbut shijen dhe e bën më të lehtë konsumimin. Për më tepër, hudhra përmban komponime sulfurike që janë objekt i shumë studimeve shkencore. Disa kërkime kanë shërtuar lidhjen e konsumit të hudhrës me faktorë si presioni i gjakut dhe kolesteroli, por rezultatet nuk nënkuptojnë se një lugë hudhër me mjalt mund të trajtojë një sëmundje. Dhe këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm me videot që premtojnë mrekulli. Nëse dikush të thotë, pije këtë përzierje dhe nuk do të kesh më probleme me tensionin. Ose, ky kombinim pastron arteriet. Mos e merr si fakt. Problemet shëndetësore kërkojnë vlerësim mjekësor dhe, kur është e nevojshme, trajtim të përshtatshëm. Por nëse e përdorim në mënyrë të arsyeshme si pjesë të një diete të ekuilibruar, mund të jetë thjesht një mënyrë interesante për të konsumuar këta dy përbërës. Tani le të flasim për momentin e konsumimit. Disa njerëz thonë se duhet marr patjetër në mëngjes me stomak bosh. Por nuk ekziston një rregull universal që thotë se hudhra me mjalt duhet konsumuar patjetër në mëngjes për të funksionuar. Madje, për disa persona, hudhra e fortë në stomak bosh mund të shkaktojë shqetësime. Nëse të shkakton djegje, refluks, dhimbje stomaku ose parehati, nuk ka arsye ta detyrosh veten ta konsumosh. Dhe tani kemi një tjetër pyetje. Sa duhet të konsumosh? Këtu përgjigja është më e thjeshtë nga sa mendojnë njerëzit. Më shumë nuk do të thotë më mirë. Nuk ka ndonjë arsye të fortë për të konsumuar sasi të mëdha vetëm sepse është një produkt natyral. Një sasi e vogël si pjesë e ushqyerjes së përditshme është krejt ndryshe nga konsumimi i vazhdueshëm i sasive të mëdha. Sidomos për njerëzit që kanë probleme me stomakun, diabet ose që marrin ilaçe të caktuara, duhet treguar më shumë kujdes. Dhe ka edhe një tjetër detaj interesant. Hudhra mund të ndikojë në erën e frymëmarrjes dhe të trupit. Kjo vjen nga përbërësit sulfurik që absorbohen dhe metabolizohen nga organizmi. Pra, nëse e konsumon rregullisht, mos u habit nëse aroma e hudhrës vazhdon edhe pas larjes së dhëmbëve. Por tani jemi gati për pjesën më interesante. Përfundimi, sekreti i vërtet i hudhrës me mjaltë. Dhe tani kemi ardhur te pjesa më e rëndësishme. Pas gjithë asaj që tham, a është vërtet hudhra me mjalt një sekret i jashtëzakonshëm për shëndetin? Përgjigja është më e thjeshtë nga sa duket. Nuk është një ilaç magjik, por është një kombinim tradicional i dy ushqimeve që kanë përbërës natyral interesant dhe që mund të përfshihen në një dietë të ekuilibruar. Hudhra përmban komponime sulfurike, ndërsa mjalti përmban komponime të ndryshme bioaktive dhe antioksiduese. Pikërisht për këtë arsye, të dy janë studiuar nga shkenca për efekte të ndryshme në organizëm, por duhet të jemi realistë. Nuk ka prova që një kavanoz me hudhër dhe mjalt mund të pastrojë arteriet, të shërojë diabetin, të zhduk tensionin e lartë apo të zëvendësojë ilaçet. Nëse ke një problem shëndetësor, trajtimi duhet të udhëhiqet nga mjeku. Megjithatë, ekziston një mënyrë shumë më e zgjuar për ta parë këtë përzierje. Jo si një kur, por si një ushqim tradicional që mund të përdoret me masë. Dhe këtu vjen një nga gabimet më të zakonshme. Shumë njerëz mendojnë, është natyrale, prandaj mund ta konsumoj sa të dua. Jo, mjalti përmban sheqerna dhe hudhra mund të shkaktojë shqetësime të tretjes te disa persona. Prandaj, moderimi është çelësi. Nëse e provon, përdore në sasi të arsyeshme dhe shiko se si reagon organizmi yt. Nëse të shkakton urth, dhimbje stomaku, nauze ose ndonjë shqetësim tjetër, ndaloje. Gjithashtu, njerëzit që marrin ilaçe që ndikojnë në mpiksjen e gjakut ose kanë probleme të caktuara shëndetësore, duhet të konsultohen me profesionistin e kujdesit shëndetësor përpara konsumimit të sasive të mëdha të hudhrës. Dhe një rregull shumë i rëndësishëm: mos përdor kurrë hudhër me mjalt në vend të një trajtimi mjekësor të përshkruar. Në fund të fundit, shëndeti nuk ndërtohet nga një përbërës sekret. Ndërtohet nga shumë zakone të vogla që përsëriten çdo ditë.
ushqyerja e ekuilibruar, aktiviteti fizik, gjumi i mirë, kontrollet mjekësore, menaxhimi i stresit, dhe shmangia e zakoneve që dëmtojnë organizmin. Hudhra me mjalt mund të jetë pjesë e kësaj rutine, por nuk mund të zëvendësojë gjithçka tjetër. Dhe ndoshta ky është sekreti që nuk ta tregojnë. Nuk ekziston një ushqim i vetëm që ndryshon jetën brenda natës. Ajo që bën ndryshimin është mënyra se si kujdesesh për veten çdo ditë. Nëse kjo video të duket e dobishme, pëlqeje, abonohu në kanal dhe aktivizo njoftimet, sepse në videot e ardhshme do të zbulojmë të tjera ushqime dhe zakone të përditshme që mund të kenë më shumë ndikim në shëndetin ton nga sa mendojmë. Dhe nëse e ke provuar ndonjëherë hudhrën me mjalt, na shkruaj në komente. A e konsumon në mëngjes apo në mbrëmje?